Ti si kundra koronit, asnjëherë s'ke qenë. Po nuk jam unë kundër askujt, nuk jam as kundër kombit Sultan Mahmutit që e kemi prezent Kosovë dhe në Maqedoni. Pse çka mendoni për këtë shpallje në ngrata të fundit? Jo, shpallja në ngrata tash ka shqiptar që unë Shqipërinë e kam kible. Këtë bota shqiptare e di që kibla eme është Shqipënia. Dhe unë kur përmendet Shqipëria, Dërdëgiti jam edhe për ti, bravo. Shohem kam, në kible kam Shqipërinë. Nuk e tham sot këto e kom thonë gjithë një, dhe më thonë pa Shqipëri dhe i tham falenderit Shqipërisë dhe çdo herë kam edhe një thonjë timën që e përdori, nëse shkon dikush parajs, part janë do shqiptarët e Shqipënisë. Pas shqiptarëve të Shqipënisë vinë këto të Kosovës që e bëm shtet Kosovën dhe këto të Maqedonisë do të marrë të imami shqiptarëve. Pse e ke thonë çdo? Po, a ditë diçka ti me këtu në ngrata? Po, për shembull se fjala Medine, Medin dhe Imam. Fjala din përmendet në Kur'an te ajeti i 4. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. Po din, këto e përkthejnë gjykim. Mirë po shumica e xhallarëve thonë është din fe. Do të thonë din Medine, do të thonë kur jeton në qytet, ki ligje, do të më përmbajt ligjeve dhe rregullave të lojës. Unë jam qytetar i Republikës Maqedonisë, do të më përmbajt rregullat ku jetoj. Absolutisht. Nuk guxoj më ardh këtu edhe me shit dokra në Kosovë, në Prishtinë kush e ka mirë, kush e ka keq. Unë mund të flas për ndonjë qytetar të Kosovës që vjen në Maqedoni, edhe koketon me ndonjë person që na bën dëm neve shqiptarëve të kombit Gjergj Kastriot Skënderbejut, se po ndohemi dhe ndarja është e shëndetshme, ose je i kombit Skënderbejut ose je i kombit Sultan Mahmutit. S'ka kur gjë të keqe, mund të bashkëjetojmë, të jetojmë bashkë. Po nuk mund të jemi të njëjtë. Çka mendoni për këtë shpallje në ngrata që ka ndodhur? I mirëpres dhe haptas i them Besfortit, ministrit e punëve të mbrëmshme të Shqipërisë, vazhdojmë në ngratat që ndohemi edhe. A ka me posë xhallar të tjerë timi që kanë mos në ngratat? Po. Kush për shembull për ty? Do të ketë edhe xhallar, po do të ketë edhe njerëz të tjerë. Inshallah si jam unë. Varësisht ke bë disa lëvizje kohëve të fundit që janë tepër dishim apo por derisa ai gazetar nuk besoj që ti fundesh atë listë. Po kush për ajo xhallar e ka më shpoll në ngratat? Po ka plot, ka jo vetëm xhallar, ka edhe shumë të tjerë, për shembull. Po na i hu që ja vlen me përmend për shembull. Po për shembull tot Kosovës kanë filluar të reflektojnë. Po, është e vërtetë. Unë këto dy personat që i shpallën në ngrata, dy i njoh, i kam bashkë qytetar. Me njërin Bekirin e njoh bukur, moti e njoh. E kuptoj pozicionin e tij. Tani mu më shpall mu Shqipënia person në ngrata, unë e marr kuferën dhe iki prej. Pa ka qenë ushtarë të çkës ti më? Jo, gjatë tani, edhe unë mund të them jam ku qenë këtu atje tash. Ai ka qenë në UÇK-n e Maqedonisë. Në Ushtrinë Qëllimtare të Maqedonisë. Kolla Jakupin e njohun prej Kajrit që është bëj ndjer. Tash pse ti e do kombin e sultanit dhe e do kalifatin islamik, do shminet stoik asaj. Tash, to nuk e dojnë Shqipëninë. Pik, dhe do të me dalë me pranun këtë gjë. Të e duen kalifatin. Një musliman ideal e ka kalifatin. Shtetin islam, shariatin islam. A është e vërtet? Shumica kështu thuj. Unë nuk e di është. Unë nuk e kam ideal. Unë nuk e kam ideal kalifatin islam, ka shariatin islamik. Kush prej xhallarëve të tjerë ka më shpoll në ngratë? Na jamër që ja vlen me përmend. Po, a di pse nuk do ta përmend emrin? Me përmend emrin e atij djalit që thotë shqiptaria nuk o fe. Kush është ai? Ai djali atij miku tim Zekeria Bajramit. Kush është ai? Është Omer Bajrami, po. Edhe ai ka më kon në ngrata? Shumë nëse nuk reflekton, nuk korrigjohen, këshira kjo, nëse unë ty të shpallin në ngrata, ti e kini bos. Ky mesazh nuk është për Bekir Halimin, është për bosin e Bekir Halimit. Që është këtë rast kush është bosi? Ti do të kush është bosi i këtyre që po thotë? Do të ato me na tregu. Mirë po është një emir. Është një emir për shkak se muslimant e gadishullit i lirik e kanë tani një lider. Ai lider është Bekir Halimi, i kombit Sultan Mahmutit. E kanë Ayatullah dhe do të më ndëgju. Por Shaqir Fetohu, reisi i Bashkisë Islame, Islamska Zajednicës nuk e pranon Bekir Halimin si lider muslimanëve. Edhe do të me pyet edhe Molla Naimin e pranon, nuk e pranojnë. Pra këto muslimanët i kanë problemet ndërmjet vetë. Tim Shkupi jena mësuar më thirr kështu më të popa. Ki jam tjetër aborti. Ç'është thirrësh kështu? Po, un kam shumë emra, emri që e tham, unë haptas e tham, atë ka arritur rrëfimi ty për Musa. Musa. Është në një Ti ke emrin Musa? Musa. Mbi emrin Musa? Lamallari. Lamallari? Po. Çka je ti me ministrin e punëve të brendshme Besfort Lamallarin? Po e di që po i shpall në ngrata këta.
ne e di, për shembull, ne i kemi bërë testet, për shembull i kemi bërë testet, vajzat e mia në Londër testet ADN gjithë, ne jemi me gjak ilirar bror të këtyne maleve. A ki diçka, ministrin? Por jemi gjak Gjergjit, Kastriotit. E ki edhe në Isan Matofort? Po nuk po flas unë se nuk ato janë shtetas Shqipërisë, unë jam shtetas i Maqedonisë, edhe shtetas i Britanisë. Po për shembull e kena edhe një rast tjetër, s'po du më të ngusë bashëm, se besur të me siguri e ki diçka ti, ministrin. Bish inshallah si e qenë listën ti. Jo, nuk mirë në matë sport fare. Tash unë e baj kërkesë që të Dhe pse ti jeni fara agenti ti, shpesh tu një agenti anglijës e kështu.